Ujëra të ndotur, probleme me kanalizimet dhe shqetësime për cilësinë e ujit. Kjo është situata që raportohet nga Durrësi, ku informacionet e mbritura në redaksinë e pamfletit flasin edhe për dyshime mbi praninë e bakterit E. coli në ujë. Në një qytet turistik që gjatë verës pret mira pushues, gjendja e rrjetit të kanalizimeve dhe siguria e ujit janë çështje që prekin drejt për drejt shëndetin publik. Por mes informacioneve të mbritura në redaksi del edhe një tjetër element. Kush i drejton sot sektorët përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kanalizimet? Në këto struktura rezulton Tonin Doda, i cili sipas informacioneve të siguruara nga vijon të mbaj funksione drejtuese në ujësjellës kanalizime Durrës. Emri i Dodës është bërë publik edhe më herët. Në mars të vitit 2015 ai u arrestua së bashku me ish-drejtorin teknik Franc Stajka, pasi gjykata e Durrësit kishte caktuar ndaj tyre masën e sigurisë arrest me burg në ndyshimin për shpërdorim detyre. Hetimi lidhej me tenderet për furnizimin me ujë të zonës Spital Porto Romano Bishtpall dhe rikonstruksionin e rrjetit në Shkozet dhe Suk. Sipas prokurorisë në atë kohë, dy zyrtarët dyshoheshin se kishin paracaktuar fituesin e tenderit, duke i shkaktuar shtetit një dëm të përllogaritur në rreth 30 milion lekë. Hetimi kishte nisur pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit, i cili kishte evidentuar shkelje në disa procedura prokurimi të ujësjellës kanalizimeve. Më shumë se një dekadë më vonë, Tonin Doda rezulton sërish në funksione drejtuese në të njëjtën ndërmarrje. Të herë, ndërsa mbi Durrësin ngrihen shqetësime për ujërat e ndotur, funksionimin e kanalizimeve dhe cilësinë e ujit.